I dërguari special i presidentit të Shteteve të Bashkuara Steve Witkoff u takua të premte në mbrëmje në Shën Petersburg me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Vizita e zyrtarit amerikan vjen në një kohë që shefi i Shtëpisë së Bardhë i ka kërkuar homologut rus një armë pushim në Ukrainë. Kremlini tha se takimi zgjati për më shumë se 4 orë dhe u fokusua në aspektet e një zgjidhjeje për luftën në Ukrainë. Bisedimet të tretat e Witkoff me Putin këtë vit u përshkruan nga i dërguari i posaçëm Kirill Dmitriev si produktive, por ndërkohë presidenti Trump është shprehur i zhgënjur me Putin për gjendjen e bisedimeve. Të premten ai shkroi në mediat sociale: Rusia duhet të lëviz, shumë njerëz po vdesin, mira në javë në një luftë të tmerrshme dhe të pakuptimt. Më herët të premten vendet evropiane ranë dakord për 21 miliard euro ndihmë ushtarake për Kievin. Në këtë takim, ministrat e mbrojtjes të Europës thanë se nuk shihnin asnjë shenjë për një fund të luftës. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Kremlinin për zgjatjen e luftës gjatë një vizite në vendin e një sulmi raketor rus në qytetin e tij të lindjes Kryvyi Ri. Sulmi vrau 19 persona, përfshirë 9 fëmijë.